1447 anëtar të Partisë Demokratike në Vaudejes po marrin pjesë në zgjedhjen e kryetarit të Degës për një mandat 4 vjeçar. Në garë janë 3 kandidat: Nikol Fermosi, Valert Ndoja dhe kryetari aktual Benard Ndreca. Sipas kandidatëve, procesi po zhvillohet në mënyrë tërësisht normale dhe demokratike. Praktikisht procesi drejt është faleminderit ka ecë mirë, ka një pjesëmarrje të mirë nga anëtarët e Partisë Demokratike. Normalisht që presim përsëri dhe më shumë dhe bëjmë thirrje që të bien gjithë, votojnë për zgjedhjen e kandidatit të ri. Dhe normalisht kjo është një proces krejtësisht demokratik, deri tani ka ecur në qetësi totale dhe procesi vazhdon shumë mirë deri tani, domethënë çdo gjë është, mund të themi që është perfekt deri tani. Absolutisht një proces shumë i mirë, i qetë, demokratë po marrin pjesë masivisht dhe 6 njësitë e Bashkisë Vaudesit, edhe unë që një kandidat ju bëj thirrje nga ky moment që marrim pjesë prapë sa më shumë. Ky proces do mbarojë tani, mas marrimit të procesit do fillojë procesi tjetër për angazhimin, procesi tjetër që ka Partia Demokratike, sidomos zgjedhjet e ardhshme vendore. Procesi është shumë i qetë, antarësia është drejtuar drejt votimit, numri është i kënaqur me anëtarët e Partisë Demokratike, të cilët duhet të falenderoj gjithë secilin, se unë duhet t'i falenderoj edhe një herë, sepse ato kanë qenë rezistent të vërtet ndaj këtij sistemit, ndaj këtij regjimit dhe kanë dëshmuar gjithmonë sepse ato janë dëshmitarët më faktik për sa i përket këtij regjimit për të ballë kundër. Procesi është monitoruar nga koordinatori i posaçëm i Partisë Demokratike për Vaudejes, Mariglen Doçi. Natyrisht sot është dita e kurorëzimit gjithë atij procesi. Procesi ka vazhduar normalisht që nga analiza deri në ditën e zgjedhjeve ku gjendemi sot. Gjatë kësaj kohe ne kemi arritur të zgjedhim kryetarët e seksioneve, kryetarët e grup seksioneve dhe sot në vendin e Degës ku zgjedhet kryetari i kësaj dege pra. Natyrisht sot gjendja është e qetë, ka patur pjesëmarrje të madhe gjatë paradites. Qendra votimit është hapur që në orën 8 të mëngjesit, siç ishte parashikuar, dhe siç po e shikoni dhe po e ndiqni, ka një fluks të lartë votuesish, gjë që tregon që gjithë ky proces ka vajtur mbar. Pjesëmarrja në zgjedhjen e kryetarit të Degës ka qenë e lartë, duke reflektuar interesin e madh të antarësisë demokratike në Vaudejes. Procesi i votimit ka nisur në orën 8 dhe pritet të përfundojë në orën 18.